kur afrohen dhimbjet e vdekjes. O musliman, mendohuni rreth përfundimit tuaj pas jetës së dynjas. Nga që çdo njeri beson me bindje të plotë se vdekja është diçka e pashmangshme për çdo krijes. Gjithçka që është në të tokë do të shuhet, ndërsa do të mbetet përgjithmonë fytyra e Zotit tënd, gjithë madhështi e lavdi. Surja Rahman 26-27. Afatet e vdekjeve nuk i di askush tjetër përveç Allahut të lartësuar, i cili ka vendosur ato në dijen e gajbit, të së fshetës. Askush nuk e di se ç'do të fitojë, ç'do t'i ndodhë nesër, dhe askush nuk e di se në ç'tokë, në ç'vend do të vdes. Me të vërtetë që Allahu është i gjithëditur, i mirënjohur për çdo gjë. Surja Luqman 34. Çdo njeri e pranon me bindje të plotë se një ditë ka për t'i ardhur vdekja sado që t'jetojë. Prandaj ne shohim çdo ditë një numër njerëzish që ikin në botën tjetër, prej baballarëve dhe nënave, djembe dhe vajzave, vëllezërve, të dashurve dhe fqinjve, prej të rinjve, pleqjve, fëmijëve dhe foshnjave. Nga që vdekja nuk është vetëm për të madhin dhe jo të voglin, për të sëmurin dhe jo të shëndetshmin, për të varfrin dhe jo të pasurin. Sa e sa të rinj të cilët ishin në kulmin e rinisë dhe po mendonin për të ardhmen e tyre, por papritur u erdhi afati i vdekjes që u apreu dëshirat dhe u shkatroi rinin. Sa e sa të pasur që angazhoheshin me pasurinë e tyre ndaj vendkthimit të tyre, por që ju pren ëndrat dhe u ndan me familjet dhe pasuritë e tyre. Sa e sa njerëz me pozitë dhe mbretër që ishin mes këshilltarëve dhe miqve, dhe ju mor shpirtin në çdo situatë që kanë qenë. Sa e sa fëmijë që ishin lot gëzimi për prindrit e tyre, të cilët e gdhinin kur ai nuk flinte dhe mendonin pa rreshtur për të ardhmen e tij. Por papritur atij erdhi afati i vdekjes dhe e mori lotin e gëzimit dhe dëshirën e të ardhmes së tyre. Pasuritë, familjet dhe fëmijët nuk janë tjetër veç se amanete të cilat duhet i kthejmë tek sunduesi i tyre i lartë madhëruar. Çdo njeri logjikshëm duhet mendohet se si do të jetë gjendja e tij kur t'i afrohet afati i vdekjes, kur do ta lë fuqia, kur do t'i paralizohen pjesët e trupit, kur do t'i arrijë shpirtin në fytyrë dhe kur do të jetë më së i bindur për ndarjen nga kjo jetë. Ndërkohë që familjet e fëmijët janë rreth tij duke qarë, por nuk kanë gjë në dorë as për t'i bërë mirë dhe as për t'i larguar brengat. Aval gjena i punë të mirë para tij, me të cilën të forcoj shpresën e tij tek Allahu. A mos vallë gjendo një bamirësi që e ka bërë shpërblimin e së cilës e kërkon nga Allahu i lartësuar. A mos vallë punoj vepra të mira të devotshmërisë që t'i gjej para tek vendkthimi i tij. Që ta presim me lajket e mëshirës me gaze për mallim. Që me leku i vdekjes i thot shpirtit të tij: O ti që ke shpirt të mirë dhe të këndshëm, dil për tek falja e Allahut dhe kënaqësia e tij. U shpirti del me lehtësi dhe qetësi. E më pas e marrin në lajket e mëshirës dhe e vendosin në një hanut prej xhenetit me erë të këndshme, ku ngjiten me të në qiell dhe e përcjellin në çdo qiell ata që janë më afër, derisa e çojnë në qiellin e 7 dhe Zoti i Madhëruar thot: Shkruajini librin e robit tim në Ilin dhe kthejeni atë në tokë dhe i kthehet me lajket e devotshëm. Ose do të jetë e kundërta e kësaj. Do jetë njeri që e ka lënë pas shpinë e librin e Allahut dhe ka shkelur dispozitat e tij duke bërë gjunahe dhe kundërshtime, ku më pas vjen prapa kthimi dhe pendimi. Atë do ta presin me lajket e dënimit me fytyra të zeza, dhe me leku i vdekjes do t'i thotë shpirtit të tij: O ti njeri i shpifur, dil për tek inatosja e Allahut. Në këtë kohë shpirti i tij shpërndahet në trupin e tij, dhe me leku i vdekjes e merr ata ashtu siç merren gërxhet e hekurit nga leshi i lagur. Aty e marrin me lajket e dënimit dhe e vendosin në atë rrobë të ndotur dhe e ngjitin për në qiell, por qielli nuk hapet për të. Allahu i lartësuar do të thotë: Shkruajeni librin e tij në Sijin, në tokën më të ulët, dhe atë do ta hedhë në tokë në një vend të përçmuar. Gjithashtu njeriu duhet mendohet për çastin kur do të vendoset në varrin e tij dhe kur do t'i kthehet shpirti në trupin e tij, dhe do t'i vinë dy melek që do ta pyesin: Kush është Zoti yt? Cila është feja jote? Kush është pejgamberi yt? Aval do ta bëj Allahu të palëkundur me fjalën e qëndrueshme dhe të thotë: Zoti im është Allahu, feja ime është Islami dhe pejgamberi im është Muhamedi, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të. Atëherë do ta tërras dikush prej qiellit dhe do t'i thotë: E tha të vërtetën robi im, shtrojeni atë nga xheneti, visheni nga xheneti dhe hapini një derë në xhenet, ku më pas i vjen prej frymës dhe të mirave të xhenetit dhe do t'i zgjerohet varri sa rrezja e shikimit. Apo do t'jetë e kundërta e kësaj dhe Allahu ka për ta lënë tek vetja e tij dhe sa herë që do ta pyesin dy melekët do të thotë: Nuk e di.
Ku më pas do të thërras dikush prej qiellit do të thotë: ai gënjeu, prandaj shtrojeni nga zjarri, visheni nga zjarri dhe hapini një portë në zjarr. Atij do t'i vi prej nxehtësisë së zjarrit dhe do t'i ngushtohet varri, aq sa do t'i përzihen eshtrat. Gjithashtu njeriu duhet mendohet për shoqëruesin e tij në varr. A vallë punoj punë të mira që t'i vi puna e mirë në pamjen e një burri me fytyrë të mirë, rroba të mira dhe erë të mirë i cili do t'i thotë: përgëzohu me atë që të lumturon. Kjo është dita që të ke premtuar. Unë jam puna jote e mirë. E më pas vetja e tij përmallet për begati, edhe më të mëdha dhe lumturi më të mëdha të thotë: o Zoti im, çoje kiametin që të kthehem tek familja dhe pasuria ime. Ose ka për qenë e kundërta e kësaj dhe ka për t'i ardhur puna e tij në pamjen e një burri me fytyrë të shëmtuar, me rroba të këqija dhe me erë të qelbur dhe do t'i thotë: përgëzohu për atë që të sjell mërzitje. Kjo është dita jote që të ke premtuar. Unë jam puna jote e shpifur, dhe ai friksohet nga dënimi i Allahut dhe do të thotë: o Zot, mos e ço kiametin. Njeriu duhet të sjellë ndërmend ngjarjet që vijnë pas, si ringjallja, tubimi, paraqitja e punëve, llogaria, sirati, ura e vendosur mbi xhenem, se a do të çohet nga varri i tij i gëzuar dhe i lumtur dhe do t'i bëj hije Allahut në hijen e tij, ditën që nuk ka hije tjetër veç hijes së tij, apo ka për të qenë në frikë, mërzitje, helmim dhe përvëlim. Pastaj, sa për atë, peshorja e të cilit do t'jetë e rënd nga punët e mira, ai do të bëjë jetë të kënaqur në xhenet, dhe sa për atë, peshorja e të cilit e punëve të mira do të jetë e lehtë, ai do ta ketë shtëpinë e tij në Havije, në humnerën e pafund të xhehenemit. Dhe çfarë do të bëj ty të kuptosh se ç'është ajo? Është zjarri i ndezur përvëlues. Surja El Karia 6:11. Avall do t'i jepet libri në dorën e djathtë e do të kthehet në familjen e tij gëzuar, apo do t'i jepet libri me dorën e majt ose pas shpine e do të vajtojë për ndëshkimin me zjarr. Avall do kalojë mbi urë me shpejtësinë e vetëtimës, të erës, duke ecur me këmbët e tij, apo duke ecur zvarr me gjunjtë e tij. Apo mos vallë do ta marrin zinxhirët dhe do ta hedhin në zjarr. Ngelet detyrë për çdo të logjikshëm që të mendohet thellë për këtë rrugë, mbi të cilën do të kalojë, se s'bën, dhe për këto ngushtica në të cilat do të kalojë me do e mos. Jeni frikë Allahun në robërt Allahut, dhe të shohë çdo kush se çfarë ka përgatitur për nesër. Kush bën punë të mira, le t'i shtojë ato. Kush bën të këqija, le t'i friksohet Allahut në veten e tij. Ti braktis një herë për gjithmonë ato dhe të pendohet tek Allahu, sepse Allahu e pranon pendimin e atyre që pendohen dhe i fal gjunahet e atyre që kërkojnë falje. Islami është një rrugë dhe metodologji që mbart veçori dalluese dhe dritë lëshuese në aspektin e ideologjisë dhe në aspektin e ligjeve dhe të renditjes së çështjeve të jetës. Kështu që duhet me do e mos të jetë një grup njerëzish që e mbartin të metodologji, që të udhëheqin me të botën e humbur. Kjo metodologji erdhi për të mirën e njerëzimit. Dhe ne shohim sot se çfarë ndodh në botë, dhe nuk i shpëton ata nga kjo e keqe që i ka pushtuar, vetëm se kjo metodologji që ka ardhur nga Allahu në gjuhën e krijesës më të mirë të Allahut, Muhamedit, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të. Njeriu e ka në instinktin e tij të lidhurit me Allahun, dhe kur ai humbet nga rruga e Allahut, ai e ndjen që ka humbur diçka të domosdoshme. Ai menjëherë fillon ta kërkojë atë, por janë shejtanët të xhindë dhe njerëz që bëhen pengesë midis tij dhe asaj që ai do. Ata e sorollatin atë në përhamendje dhe pandehje, në prralla dhe adhurimin e tjetër kujt përveç Allahut, me pretendimin se kjo gjë e çon tek Allahu. Thuaju, o Muhammed, aty u tregojmë ne humbësit më të mëdhenj për veprat e tyre. Ata, përpjekjet e të cilëve janë harxuar kohën e jetën e dynjas, duke menduar se po përfitonin mirësi nga veprat e tyre. Surja El Kehf 103-104. Jeni frikë Allahun o musliman. Padyshim që litari Allahut është i zgjatur nga qielli në tokë, prandaj kapuni fort me të, siç u kap me të profeti ynë, Muhamedi, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe shokët e tij.